Qytetarët dhe bizneset shtuan kursimet në banka në 1,680 miliard lek me një rritje prej 5% në gjysmën e dytë të vitit 2024. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, zgjerimi i depozitave me afat dhe i llogarive rrjedhëse të individëve dha ndikimin kryesor në këtë rritje. Në lek kursimet u shtuan me 7%, ndërsa ato në valutë me 3%. Megjithatë, sipas raportit, kredidhënia si për individët edhe bizneset mbetet në nivele më të mëdha se kursimet. Sipas të dhënave, 36% e ndërmarrjeve kishin një huaj aktive për të shlyer, një nivel thuajse i pandryshuar krahasuar me vitet e mëparshme. Industria dhe shërbimet kanë rritur ngarkesën me borxh, ndërsa ndërtimi dhe tregtia e kanë ulur. Sa i takon gjendjes financiare të familjeve, ajo është përmirësuar ku vetëm 18% e familjeve kanë huaj aktive. Pjesa më e madhe raportojnë se këstet e kredive zën më pak se 30% të ardhurave mujore. Nga ana tjetër, niveli i kredive me probleme ka rënë duke ulur niveli në 4,2%, më e ulta në 15 vitet e fundit. Ky përmirësim ka ardhur kryesisht nga shlyerjet e përshpejtuara të kredive dhe zhvendosjen e tyre nga klasat problematike në ato performuese.